Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm, zgjohuni me ne. Data sot shënon 23 shkurt dhe ne si çdo ditë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vijmë ngjarjet më të rëndësishme të datës 23 shkurt dhe do të kthehemi në vitin 1455, ku tensionet midis dy shtëpive të mëdha angleze, Yorkëve dhe Lancasterëve, shpërthyen në një luftë civile të gjatë, të njohur si lufta e dy trëndafilave, e cila do të përcaktonte fatin e mbretërisë angleze për dekada. Shekuj më vonë, në vitin 1836, një grup i vogël luftarakësh teksan do të gjendeshin të rrethuar nga forcat meksikane në betejën e famshme të Alamas, një simbol i qëndresës dhe sakrificës për pavarësinë e Teksasit. Në një tjetër front lufte në vitin 1945, ushtarët amerikanë ngritën flamurin në Iwo Jima, një imazh që do të mbeti ikone e luftës së dytë botërore dhe simbol i guximit ushtarak. Në vitin 1991, bota pa fillimin e operacionit Stuhia e Shkretëtirës, ku koalicioni ndërkombëtar ndërhyri për të çliruar Kuvajtin nga pushtimi irakien. Dhe shumë vite më vonë, në vitin 2022, një tjetër konflikt rënditi botën kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës, duke sjellë një epokë të re pasigurie dhe lufte në Europë. 23 shkurti është dita e 54 e kalendarit gregorian. Ngjarje. 1898, Emile Zola u burgos në Francë pasi shkroi J'accuse, letër përmes së cilës akuzoi qeverinë e Francës për antisemitizëm dhe gabimisht burgosjen e kapitenit Alfred de Frus. 1919, Benito Mussolini themeloi Partinë Fashiste në Itali. 1934, Leopoldi III u bë mbret i Belgjikës. 1938, në Kuvajt janë zbuluar burimet e para të naftës. 1941, për herë të parë u prodhuat dhe izolua plutoniumi nga Dr. Glenn të Seborg. 1945, qyteti gjerman Forchheim u shkatërrua tërësisht nga 379 bombardues britanik. 1992, u themelua Partia Komuniste e Gjeorgjisë. 1998, Osama Bin Laden publikoi fetva duke shpallur xhihad kundër të gjithë gjudëve dhe kryqëzuesve. 1999, lideri kurd Abdullah Öcalan u dënua për tradhti në Ankara, Turqi. 1999, rrëshqitja e Borës shkatërroi fshatin austriak, Galfur dhe la të vdekur 31 njerëz. Si çdo ditë tjetër, dhe kjo ditë shënoi lindjen e shumë personaliteteve të shuara, dhe në vitin 1685 lindi kompozitori gjerman George Frederick Handel, i cili do të krijonte disa nga veprat më të bukura të muzikës klasike. Në shekullin 19, filozofi dhe psikiatri Karl Jasper do të vinte në jetë duke ndihmuar në formimin e mendimit ekzistencialist. Në botën e artit, në vitin 1940, lindi aktori dhe regjizori amerikan Peter Fonda, i cili do të bëjë një figurë kyçe e kinemas të viteve 60. Në botën e muzikës, në vitin 1952, u lind Brad Whitford, kitaristi i grupit legjendar Aerosmith, që do të sillte hite të paharrueshme. Edhe më e reja e kësaj liste, në vitin 1994, lindi aktoria Dakota Fanning, e cila që në fëmijëri tregoi talente jashtëzakonshëm në Hollywood. Lindje. 1443, lindi Matias Corvin, mbret çek. 1685, lindi George Friedrich Handel, kompozitor gjermano-anglez. 1878, lindi Kazimir Malevich, piktor ukrainas. 1883, lindi Karl Jaspers, filozof dhe psikiatër gjerman. 1899, lindi Erik Kastner, letrar gjerman. 1904, lindi William L. Shirer, historian dhe gazetar amerikan. 1921, lindi Pellegrini Giovanni Battista, albanolog italian. 1938, lindi Iri Manzel, regjisor çek. 1939, lindi Peter Fonda, regjisor dhe aktor amerikan. 1954, lindi Viktor Yushchenko, politikan dhe kryetar nga Ukraina.
Por ndërsa disa erdhën në këtë botë, të tjerë lanë pas një trashëgimi të pavdekshme dhe në vitin 1821, poeti romantik John Keats u shua në moshë të re, por me vargje që të mbeteshin të paharrueshme. Në vitin 1848 u nda nga jeta John Quincy Adams, një nga presidentët më të shuar të Shteteve të Bashkuara. Në fushën e komedisë, bota humbi një legjendë në vitin 1965, kur Stan Laurel, pjesë e duetit të famshëm Laurel and Hardy, u largua nga kjo jetë duke lënë pas qindra momente që ende sjellin të qeshura. Futbolli humbi një kapiten të madh në vitin 1993, kur ndoroi jetë Bobby Moore, një nga figurat më të mëdha të këtij sporti. Dhe në Bollywood, në vitin 2018, fansat u tronditën nga humbja e papritur e aktores Sridevi, një ikonë e kinemas indiane. Vdekje 1848. Vdiq John Quincy Adams, presidenti i SBA-ve. 1855. Vdiq Carl Friedrich Gauss, matematikan gjerman. 1932. Vdiq Mariko Posio. 2008. Vdiq Janez Drnovšek, politikan sloven. Tani u ftoj të ndiqni rubrikën e dhe shëndeti. Patatja, e cilësuar edhe si mbretëresha e bimëve barishtore, është një aleat e fuqishme për shëndetin ton. Ajo përmban potasium, vitamin C, karbohidrate, të cilat ndikojnë për të neutralizuar diabetin, ndihmojnë kockat dhe hidratojnë lëkurën. Patatet rezultojnë të pasura me vitamin C, përmes së cilës organizmi jon bën të mundur riparimin e indeve të shkaktuara dhe të shkataruara nga radikalet e lira. Prania e potasiumit i bën ato shumë të vlefshme në luftën kundër hipertensionit. Ndihmojnë jashtëzakonisht aparatin tretës, janë bashkëpunëtore kundër formimit të hemoroideve. Patatet janë shumë të pasura me karbohidrate komplekse, teje të këshillueshme për çdo që vuan nga diabeti. Karbohidratet komplekse në fakt duhet të shpërbëhen në sheqerna të thjeshtë përpara se të jenë ngëlltitur. Pasi mbajnë në kontroll glicemin, patatet të japin ndjesinë e ngopjes, çka ndihmon në mbajtjen në kontroll të urisë dhe humbjes së peshës. Prania e vitaminës C dhe B komplekse ndihmojnë në thithjen e duhur të këtyre karbohidrateve. Tretja, meqense patatet përmbajnë karbohidrate, ato treten lehtë dhe lehtësojnë tretjen. Kjo veti i bën patatet një ushqim të mirë për pacientët dhe për ata që nuk tresin dot ushqimet e forta, por që ka nevojë për energji. Kujdesi i lëkurës, vitamina C dhe B kompleks, si dhe mineralet, kalium, magnez, fosfor dhe zink, janë të vlefshme për lëkurën. Reumatizma, vitaminat, kalciumi dhe magnezi në patate ndihmojnë për një lehtësim në reumatizëm. Patatet janë shumë efektive në inflamacionin e brendshëm apo të jashtëm. Ato heqin inflamacionin të zorët dhe ndihmojnë sistemin tretës. Funksionimi i duhur i trurit varet shumë nga niveli i glukozës, i furnizimit me oksigjen, nga disa përbërës të kompleksit B, nga disa hormone, aminoacide dhe acide yndyrore, siç është omega 3. Patatja mbulon pothuajse të gjithë nevojat të përmendura më lart. Ajo është e pasur me karbohidrate dhe mban në nivele të duhura glukozën në gjak, e cila nuk lë për lodhje trupin dhe bën atë aktiv. Oksigjeni i cili dërgohet në tru me anë të hemoglobinës në gjak ka përbërës kryesor hekurin. Patatet përmbajnë shumë hekur dhe kështu ndihmojnë për këtë funksion. Fosfori dhe zinku, të gjetura në patate, janë të vlefshme për trurin. Përveç vitaminave B kompleks dhe C, mineraleve dhe fibrave, patatet përmbajnë substanca të quajtura karotenoid, lutein dhe xanthin, të cilat janë të dobishme për zemrën dhe organet e tjera të brendshme. Por, përsëri,
Patatja ngrej nivelin e glukozës në gjak dhe konsumimi i tepërt mund të çojë në trashëgje gjaku, gjë e cila mund të vërë në presion të madh zemrën dhe nuk rekomandohet për njerëzit diabetik. Gurët në veshka. Gurët në veshka janë shkaktuar kryesisht nga niveli i lartë i acidit urik në gjak. Në raste të tilla, proteinat duhet të shmangen, veçanërisht proteinat shtazore, të tilla si mishi, karkalecat dhe ushqimet e detit. Hekuri dhe kalciumi gjithashtu ndihmojnë në formimin e gurit. Patatja është e pasur me të dyja këto dhe normalisht nuk përshtatet nga kjo pikpamje, por kjo është shumë e pasur me magnez, i cili refuzon grumbullimin apo depozitimin e kalciumit në veshka dhe në indet e tjera, duke bërë të dobishëm kundër formimit të gurve. Diarea. Patatja është një ushqim i pasur me energji për ata që vuajnë nga diarea, pasi patatet treten lehtë dhe janë të buta. Por konsumimi i madh i tyre mund të shkaktojë diare për shkak të goditjes së tepërt të nishestes. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për vajzën e artë të Hollywoodit, më 23 shkurt të vitit 1994, në një qytet të vogël të Georgias, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lindi një vajzë në sy të mëdhenj plot kurreshtje dhe një talent të rrallë, Dakota Fanning, emri i saj që do të bëhej shumë shpejt sinonim i aktrimit të shkëlqyer që në moshë fare të vogël. Që në fëmijëri, Dakota tregoi një zgjuarsi dhe pjekuri të jashtëzakonshme për moshën e saj, ndërsa fëmijët e tjerë luanin në porobore. Ajo kishte një pasion të madh për interpretimin dhe imagjinatën. Prindërit e saj, të ndërgjegjshëm për talentin e vajzës së tyre, vendosën ta mbështesin në këtë rrugtim dhe e çuan në audicione. Fati e deshi që në moshën 7 vjeçare, Dakota të fitonte rolin e saj të parë në një episod të serialit Air, por ishte viti 2001 ai që i hapi dyert e famës, kur ajo interpretoi përballë Sean Penn dhe Michael Fire në filmin I Am Sam, me portretin e saj të ëmbël dhe lojën e saj prekse. Ajo u bë aktoria më e re e nominuar ndonjëherë për një çmim të shoqatës së aktorëve. Pas këtij suksesi, rolet filluan të vinin njëri pas tjetrit. Në vitin 2002, ajo luajtur krah Denzel Washington në thrillerin emocionues Man on Fire, duke fituar lavdërime për paraqitjen e saj të thellë emocionale. Por ndryshe nga shumë fëmijë aktorë që nuk arrin të mbajnë famën me kalimin e viteve, Dakota bëri diçka të rrallë. Ajo urrit pa humbur jeshin dhe talentin e saj. Me kalimin e kohës, ajo zgjodhi role më të pjekura, si në filmin The Secret Life of Bees të vitit 2008. Ndërkohë ajo nuk e la pas dore as arsimin. Pavarësisht famës, Dakota zgjodhi të ndjekë studimet në Universitetin e New Yorkut, duke u specializuar në regji dhe prodhim filmi. Ky vendim tregoi se ajo nuk ishte thjesht një aktore, por një artiste me vizion të qartë për të ardhmen e saj. Me një karrierë që vazhdon të shkëlqejë, Dakota Fanning ka treguar se talenti i vërtet nuk është vetëm një dhuratë, por edhe një përgjegjësi, nga një vajzë e vogël e talentuar në I Am Sam deri te një grua e fuqishme në industrinë e filmit. Ajo ka dëshmuar se ëndrat mund të bëhen realitet me pasion, punë dhe përkushtim. George Friedrich Handel ishte një kompozitor gjermano-britanik, i njohur me oprat e tij, oratoret, himnet, koncertet grossi dhe koncertet e organeve. Handel mori trajnimin e tij në Halle dhe punoi si kompozitor në Hamburg dhe Itali, përpara se të vendoset në Londër në 1712, ku kaloi pjesën më të madhe të karrierës së tij dhe u bë një subjekt i naturalizuar britanik në 1727. Ai u ndikua fuqishëm si nga tradita korale polifonike gjermane e mesme, ashtu edhe nga kompozitorët e barokut italian. Nga ana tjetër, muzika e Handel formon një nga majet e stilit barok të lartë, duke e çuar operën italiane në zhvillimin e saj më të lartë, duke krijuar zhanret e oratoriumit anglez dhe duke futur një stil të ri në muzikën kishtare angleze. Ai njihet vazhdimisht si një nga kompozitorët më të mëdhenj të kohës së tij. Handel themeloi 3 kompani komerciale të operës për të furnizuar fisnikërinë angleze me operën italiane. Në 1737, ai pati një prishje fizike, ndryshoi drejtim në mënyrë krijuese dhe u drejtua klasës së mesme dhe bëri një kalim në veprat korale angleze. Pas suksesit të tij me Messia, ai nuk kompozoi më kurrë një opera italiane. Muzika e tij orkestrale e ujit dhe muzika dhe fishek zjarret mbretëror mbeten vazhdimisht të njohura. Një nga 4 himnet e tij të kurorëzimit, Prifti Zodak,
është kryer nga një kurorëzim britanik që nga viti 1727, pothuajse i verbër. Ai vdiq në 1759, një burr i respektuar dhe i pasur, dhe i dha një funeral shtetëror në Wednesday Abbey. Handel kompozoi më shumë se 40 seri operash gjatë një periudhe prej më shumë se 30 vjetësh, që nga fundi i viteve 1960. Interesi për muzikën e Handel është rritur. Muzikologu Wendell Dan shtoi se Handel nuk ishte vetëm një kompozitor i madh, ai ishte një gjeni dramatik i rendit të parë. Muzika e tij u admirua nga kompozitorët e epokës klasike, duke përfshirë Mozart, Haydn dhe Beethoven. Pas vdekjes së Handel, shumë kompozitorë shkruan vepra të bazuara ose të frymëzuara nga muzika e tij. Lëvizja e parë nga Simfonia nr. 6 e Louis Sorf, Epoka e Bashkë dhe Handel, i ngjan dy melodive nga Mesia e Handel. Në 1797, Ludwig van Beethoven botoi 12 variacionet nga G major mbi Shi heroi pushtues që vjen, nga Juda Maccabeus, nga Handel, për violoncel për piano. Në 1822, Beethoven kompozoi uverturën Sigurimi i shtëpisë, e cila sigurisht mbart ndikimin e Handel. Virtuozi i kitarës Mauro Galliani kompozoi variacionet e tij me një temë nga Handel, për kitarë bazuar në Handel's Suite nr. 5 në E major. Do të vijmë në rubrikën kuriozitete dhe sot do të flasim për qytetin me kufit më të ndërlikuar në botë. Në kufirin midis Belgjikës dhe Holandës ndodhet një vend unik në botë, Birli, një qytet i vogël për një ndarje territoriale tepër komplekse. Ky qytet përbëhet nga 26 enklava, pra pjesë të territorit belg të rrethuara nga Holanda dhe anasjelltas. Kufit e tij janë aq të ndërlikuar saqë brenda një bloku të vetëm mund të gjesh shtëpi që ndodhen në dy shtete njëkohësisht. Historia e Birl fillon në Misjet, ku toka ju dha familjeve fisnike dhe u nda në mënyrë jo të rregullt midis Principatës së Barbanit, sot pjesë e Belgjikës dhe Holandës. Kur Belgjika fitoi pavarësinë nga Holanda në vitin 1831, u krijua një situatë e pazakontë. Kufiri midis dy vendeve u përcaktua jo me vit të drejtë, por duke ruajtur ndarjet historike të pronave private. Kjo krijoi një rrjet të ndërlikuar enklavash dhe subenklavash, të cilat sot e bëjnë Birl një nga vendet më interesante gjeografikisht në botë. Por si ndikon kjo në jetën e përditshme? Ka shtëpi ku dhoma e xhubit ndodhet në Belgjik, ndërsa kuzhina në Holand. Përcaktimi i shtetësisë bëhet në bazë të vendodhjes së derës kryesore. Në Birl ekzistojnë dy qeveri lokale, Birl Hertog, pjesë belge, dhe Birl Nassau, pjesë holandeze, secila me ligjet dhe shërbimet e veta. Belgjika lejoi hapjen e dyqaneve të dielave, ndërsa Holanda jo. Kështu disa dyqane që ndodhen në kufirin e dy vendeve operojnë me dy orare të ndryshme. Gjatë pandemisë, masat e vendosura nga secili shtet ishin të ndryshme. Në një rast, një restorant u detyrua të mbyllte gjysmën e tavolinave sepse ndodheshin në Belgjik, ndërsa pjesa tjetër e tavolinave në Holand vazhdoi të shërbente klientëve. Tani do të kalojmë në rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim për nevojën që bota ka aktualisht për energji. Njëra alternativë është ajo e paneleve diellore fotovoltaike. Si janë dhe si shkencëtarët po punojnë për revolucionarizimin e tyre. Nevoja gjithnjë në rritje për energji ka bërë që shkencëtarët të revolucionarizojnë teknologjinë e qelizave diellore aktuale. Atë fotovoltaike me zhvillimin e një prototipi inovator, që ka potencialin të bëhet qeliza diellore më efikase në botë. Ky dizajn inovativ integron qeliza të shumta të grumbulluara në një pajisje të vetme, duke kapur me sukses pothuajse të gjithë spektrin diellor, dhe duke shndruar atë në energji elektrike me një efikasitet mbreslënës prej 44.5%. Shkencëtarët kanë revolucionarizuar teknologjinë e qelizave diellore me zhvillimin e një prototipi inovator që ka potencialin të bëhet qeliza diellore më efikase në botë. Ndryshe nga panelet diellore tradicionale që shihen zakonisht në çati ose në fusha, kjo pajisje e re përdor panele fotovoltaike të përqendrimit që përdorin lentet, për të përqendruar ditën e diellit në qeliza diellore në shkallë mikro. Këto qeliza me madhësi më pak se 1 milimetër katror mund të zhvillohen me kosto efektive për shkak të dimensioneve të tyre të vogla. Duke vepruar si një sit për rrezet e diellit, çdo shtresë e qelizës së grumbulluar thith energjinë e gjatësive valore specifike, duke rezultuar në shndrimin e pak më pak se gjysmës së energjisë së disponueshme në energji elektrike. Në të kundërt, teknologjia aktuale e qelizave diellore konverton vetëm 1/4 e energjisë së disponueshme.
Autori kryesor i studimit, Matthew Lamb, shpjegon: materialet konvencionale për qeliza diellore me shumë lidhje me efikasitet të lartë nuk mund të kapin të gjithë gamën spektrale të dritës së diellit, e cila bie midis gjatësive valore 250 nanometër dhe 2500 nanometër. Megjithatë, pajisja jonë e re ka aftësinë për të zhbllokuar energjinë e ruajtur në fotonet me gjatësi vale të gjata, që zakonisht humbasin në qelizat diellore konvencionale. Kjo siguron një rrugë drejt realizimit të qelizës diellore përfundimtare me shumë kryqëzime. Kjo qasje zbuluese përfshin dy aspekte të reja. Së pari, ai përdor substrate antimonite galium, të cilat zakonisht gjenden në aplikimet për lazerat infra të kuqe dhe fotodektorët. Këto qeliza diellore me bazë GASB janë mbledhur në një strukturë të grumbulluar së bashku me qeliza diellore me efikasitet të lartë, të rritura në nënshtresa konvencionale që kapin fotonet diellore me gjatësi vale më të shkurtër. Procedura e grumbullimit arrihet përmes printimit të transferimit, një teknikë që mundëson montimin 3-dimensional të këtyre pajisjeve të vogla me saktësi të jashtëzakonshme. Ndërsa kostoja e kësaj qelize diellore të veçantë është aktualisht e lartë. Studiuesit besojnë se është thelbësore të tregohet kufiri i sipërm i efikasitetit që mund të arrihet. Pavarësisht shpenzimeve fillestare, teknika e përdorur për krijimin e këtyre qelizave premton shumë. Me përparimet në teknologji dhe rritjen e niveleve të përqendrimit diellor, reduktimet e kostos dhe aftësia për të ricikluar në shtresat e shtrenjta të rritjes mund ta bëjnë këtë rritje ekonomikisht të qëndrueshme. Studimi inovator, qelize diellore të bazuar në GASB për korrin e energjisë së spektrit të plot diellor, u botua në Advanced Energy Materials. Duke shtyr kufit e efikasitetit të qelizave diellore, ky hulumtim hap rrugën për një të ardhme ku energjia e qëndrueshme bëhet edhe më e aksesueshme dhe e përballueshme. Territori shqiptar për datën 23 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të pjesshme në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa juglindja do të ketë intervale më të gjata me diell. Pasditja vijon me kthjellime dhe mot të qetë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë, me diell kryesisht në zonat jugore dhe juglindore. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:18 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:30 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 7 deri në 13 gradë Celsius. Kukës, 4 deri në 12 gradë Celsius. Peshkopi, 3 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë, 8 deri në 14 gradë Celsius. Durrës, 7 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj, 6 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 14 gradë Celsius. Berat, 6 deri në 14 gradë Celsius. Korç, 1 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 9 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 14 gradë Celsius. Sarand, 8 deri në 14 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 23 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit të qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja do të jetë e freskët me vranësira, ndërsa pasditja sjell kthjellime të her pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius.
Era do të fryhej lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:14 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic 1 deri në 12 gradë Celsius. Podujev -1 deri në 12 gradë Celsius. Kënderaj 0 deri në 12 gradë Celsius. Pej 2 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 11 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 14 gradë Celsius. Malishev 1 deri në 12 gradë Celsius. Gjilan 0 deri në 11 gradë Celsius. Perizaj 1 deri në 13 gradë Celsius. Kaçanik 1 deri në 12 gradë Celsius. Suarek 2 deri në 12 gradë Celsius. Prizren 1 deri në 12 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirë takofshim.